gjërat, por të jetë një shqiptar në kinema, ai sa ka provuar asnjëherë dhe duket se pikërisht për këtë në podcastin ku ai foli ishte shumë entuziast. Filmi, siç thash, quhet Strip dhe është bazuar në romanin Strip. Është një roman i publikuar në vitin 2010 i shkrimtarit amerikan Thomas Perry. Në këtë roman, Manco Capac është një emigrant shqiptar që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe drejton një klub striptizmi pra në Los Angeles, i dini ato klubet e natës ku femrat zhvishen dhe janë pothuajse nudo dhe meshkujt shkojnë dhe vendosin para tek breçkat e tyre, për ato që i kanë breçkat, për ato që si kanë i vendosin në vende të tjera. Pra është Manco Capacu, shqiptari amerikan i cili në Shtetet Bashkuara pikërisht në Los Angeles drejton këtë aktivitet i cili është përfshirë njëkohësisht në aktivitetet të dyshimta financiare. Ai bëhet shënjestër për një grabitje që përfshin njerëz nga karteli i drogës dhe personazhe të ndryshëm nga jeta e nëndeshme amerikane. Pra ai është në punën e tij, drejton një striptease në Los Angeles, një punë nuk është si të punosh në bank apo të punosh në mësues apo pedagog në universitet, sidoqoftë ai merret me striptease, por nga ana tjetër, biznesi i tij sulmohet nga njerëz të mafias. Ktu pikërisht del në pas se çfarë në të vërtet bën Manco Capacu. Në intervistën me Joe Rogan, Russell Crowe tha dhe sepse është një projekt i ri që ka përfunduar pothuajse dhe është në fazën e montazhit dhe filmi ku ai do të luajë rolin e një shqiptari, është një film i cili ka eksituar shumë. Ai thotë është një histori e çmendur dhe argëtuese që lidhet me pastrimin e parave. Me sa duket nami i korrupsionit Made in Albania ka i kaluar oqeanin e Amerikës dhe i duket egzotike amerikanëve për të luajtur filma të bazuara në histori dhe situata tipike nga lajmet e kronikave shqiptare që përfshin mafjen, korrupsionin dhe paratë e pista. Libri Strip i Thomas Perryt ka dalë në 2010. Autori është Thomas Perry dhe ka fituar çmime për sa i përket romaneve kriminale. Një pronar shqiptar i një klubi nate, për këtë flet filmi Strip, bëhet shënjestër e një bande që grabit. Grabitja shkon keq dhe lufta për akmarrje dhe pastrim parash çon në një seri ngjarjesh të dhunshme, por edhe me humor të errët dhe kthesa ironike. Konteksti kulturor është rasti i parë në Hollywood që një aktor me peshë, një aktor që ka fituar 2 herë çmimin Oscar, një personalitet në fushën e kinemas, njëri që mbush kinemat me emrin e tij mjafton që të shkruhet në posterin e filmit, si Russell Crowe, të luaj rolin e një shqiptari. Kësaj radhe, shqiptari do jetë në një rol kryesor në një film me temë prastimin e parave. Edhe pse personazhi është fiktiv, fakti që shqiptarët do bëhen pjesë e narrativave ndërkombëtare në filma të mëdhenj tregon se imazhi i tyre, qoftë në mënyrë negative, edhe pse të lidhura me korrupsionin dhe krimin, po hyn në kulturën pop perëndimore. Sa mirë do na bëj kjo apo sa keq, nuk e di, por ne dim të themi që shumë shpejt Shqipëria do përmendet fort në mediat amerikane dhe ato botërore.